Është mbajtur në Korçë edicioni 7 i Festivalit Ballkanik Shpirti i Ballkanit, ku grupe të ndryshme kanë parakaluar në rrugët kryesore të Korçës dhe më pas kanë performuar vallet e tyre karakteristike. Blerta Belliu, organizatore e këtij festivali, tregon se ndryshe nga herët e kaluara, këtëherë pjesë e festivalit është bërë edhe muzika jazz. Është edicioni 7 i Shpirtit Ballkanit, një festival veror që bën bashkë ansamblet më të mira nga Ballkani. Ne do të kemi në këtë edicion 5 ansamble folklorik që përcjellin vallen tradicionale dhe muzikën tradicionale ballkanike. Gjithashtu është e miksuar dhe me 4 banda, ku do të veçoja Big Balkan Orchestra, një nga orkestrat më të mira ballkanike, që do të performojnë datën 14, sot do të kemi sërish 3 banda muzikore, nuk kanë vetëm muzikë ballkanike burimore, por dhe atë të jazzit. Shpresoj që në këto 2 net do të përcjellim më së miri gjithë shpirtin e Ballkanit, duke sjellë jo vetëm pjesët dhe kostumet tradicionale të tyre, por dhe muzikën e pakrahasueshme të Ballkanit. Grupet që vijnë nga Ballkani tregojnë se kostumet dhe muzika ndryshojnë nga vendi në vend, ndërsa këtë vit pjesë është bërë edhe grupi nga Franca. Alors, nous portons des costumes de France. Ne vim nga Franca. Në fakt nuk jemi Ballkanas, por një qytet në Ballkan është totalisht frankofon si Korça. Ne duam këtë vend, jemi si në shtëpinë tonë dhe kemi ardhur me një grup nga zona jonë për të sjellë kostume tradicionale dhe këngët tona tipike. Është hera e tretë që vi në Shqipëri, që herën e parë jam ahnitur me mikpritjen e njerëzve. Turizmi ka ndryshuar, gjërat shihen sot ndryshe. Kjo mikpritje është rrallë ndaj dhe vi këtu. Dhe këtu mund shoh kaq shumë kostume të bukura, shumë ngjyrshe, asgjë kundi tjetër përveç se në Korçë. Korça është interesante sepse ka modernizim, ka tradicionalizëm. U surprizuam me këtë event kostumesh, vajzat janë kaq të bukura, kostumi shqiptar duket edhe më i bukur. Kemi sjell kostumet kombëtare dhe 2 vallet tona. Ky është kostumi ynë. Ne me krenari themi se është kostumi më i bukur në Ballkan. Kostumet në rajon nuk janë të njëjta, por muzika po. Shpirti i Ballkanit tregon diçka që shpesh keq kuptohet, dashurinë që ne kemi për njëri tjetrin. Ky festival na bën bashkë çdo vit dhe ne vim plot qef. Unë mendoj se kostumet janë pothuajse të ngjashme, një lloj si këngët tradicionale. Kostumet nuk i kanë shijuar jo vetëm banorët e Korçës, por edhe turistë shumë që kanë zgjedhur juglindjen për të pushuar. Instrumenti është një instrument që nuk mund ta marrësh dot me një instrument i ëmbël, një instrument që i përket kësaj orkestre. Mund i përkas edhe rrymave të tjera, po popullores domethënë i përket akoma më shumë. Operatorët turistik ndërkaq tregojnë se këtë vit numri i vizitorëve është më i lartë se ai i vitit të kaluar, ndaj edhe për këtë Bashkia e Korçës ka planifikuar një kalendar të gjeshur artistik gjatë gjithë sezonit veror.